Gabojnë rënd ata që mendojnë se kjo është një protestë vetëm për Zvornecin. Ky është revolucion i rinisë shqiptare që është lodhur nga 35 vjet vjedhje, vrasje, shpopullim. Mos u mashtroni nga asnjë parti politike, mos lejoni parti politike dhe as aktivist që duan të ngrenë parti politike. Sot kemi hapur një faqe që quhet antipartiak. Aty do të mblidhemi të gjithë që të mos lejojnë partit të përçajnë këtë protestë, këtë revolucion. Në këtë grupim të gjithë do prezentohen me emër mbi emër dhe do futen në filtra për të parë a janë spiun, a janë partiak e me radhë. Sikur në 100 veta të bëhemi e mos t'i lejojmë partiakët të aprishin këtë gjë të bukur që kemi ndërtu. Ky është shansi i fundit. Bashkohuni shqiptarë për veten, për fëmijët, për të ardhmen, jo për emrat përveçëm e për karrigen e askujt. Të pastrojmë mirë ferrat që na kanë zonë oborrin edhe pastaj mendojmë për mbjelljen. Nuk kemi dalë as nuk do dalim për partinë e re që do na udhëheqi. Atë do ta gjejmë në një moment të dytë. Faleminderit.